situata me Radojqiqin, ato bisedat kur I ke dëgju me Mimoza Kusarin. Momente dëmshme kanë qenë. që ke dhënë ai deklaratë, paktën s'po më kujtohet mu, po çush I ke pa, nëse luhet në të skenare ku fajsohet në atë kohë opozita, se kanë qenë në pushtet, ndërsa del që ka pas një lloj koordinimi për votimin e ligjit për pagat e veteranëve me listën serbske. Vërtet besoj që ka qenë e dëmshme, kom thonë si është e mundshme një shqiptar me votu kundër rritjes së pagës minimale për veteranët e luftës, edhe me pas një dakordonc me listën serbe. Besoj që në atë kohë derisa nuk e ke pas informacionin se ke pa për të madhe listën serbske që ka votu. Jo, përderisa shqiptarët kanë votu, ndoshta ka pas në lëvizje vetëvendose edhe në anjo që ka qenë çlirimtar, ndoshta që ka qenë luftar, edhe pavarësisht me rujt pozicionin e vet privat dhe personal që më u përfshin listën zgjedhore, sepse Albin Kurti gjithmonë ka thonë se nuk I njeh politikat e qeverisë, nuk do të jeni pjesë e listës zgjedhore, dhe nëse ne luftëtar ka votuar bashkë me listën serbe që në listën e pagës minimale mos më përfshi veteran, për mua ka qenë e dëmshme. Ka qenë e dëmshme shumë. Dhe momentin që është protestu para kuvendit të Kosovës, kur kom dalë, më kanë drejtu media, ta din po ti politike, a din mos pëjep ngjyrë politike protestës. Tash jo, unë këtu nuk kom dalë si ti me kadria I deputete, po kom dalë si ti me kadria I veterani ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe kjo ka qenë. Beson që në ato momente, thosha kaq vjet pas lirisë kontributit tyre me I detyru veteranet me dalë me protestu për përfshirje në listën e pagës minimale, besoni se kom qajt. Edhe ka qenë interesant se a ditë ku është votu në sallë, ka qenë një delegacion I Kroacisë. Komisioni për punë të jashtme dhe kanë qenë musafir aty, edhe më kanë dëgju të thonë marre, konvertit marre që apo bëni, ku kemi shku në drek, se kom qenë pjesë e Komisionit për punë të jashtme, tha, Zonja Kadria tha mundesh me ma spigu çka ishte ai reagimi, se kanë kuptu. Edhe më nali kom spigu thash, kështu ka ndodhur. O të merue. Sepse unë kom thonë s'ka mujt me besu si është e mundë, por kur rritet paga minimale, nuk duhet mu anashkalu asnjë kategori. Ato kanë qenë paraplegjiket, verbrit edhe veteranet e luftës, ta si është e mundshme. Sepse ne për trajtimin e vlerave të luftës model duhet me marrë Kroaci. Kroacia është shumë. Kam qenë 2-3 herë në vizita shtetërore, po pritja që I bëhet njerëzve që u konë tretmani që e kanë veteranet e luftës, po dhe gjitha kategoritë e luftës, atë mahnit. Ne këtë o dashme e bu. Këtë model o dashme e bu. E jo për shembull të lejohet që del dikush që se ka asnjë atribut jetësor për Kosovën, me dalë me fy një veteran. Për shembull, ish dash në kuvendin e Kosovës më miratu dhe ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, që mos më marr ne si individ, ose më ballafaqu me ata njerëz. Po është edhe vështirë më ballafaqu. Po më ballafaqu, po momentin që fyhet çdo vlerë kombëtare ballafaqohet me kot. Të mos kemi, edhe atëherë sigurisht që do ishin dal. Po këto është strategjia e tyre, duke dashur të thonë se nuk u bë kur gjë se s'u shliru Mitrovica, që tash Kosova po I lind pas ardhjes në pushtet Albin.